gjysmën e bukës së mërgjimtarit sonde, gjysmën tjetër do t'alë këtu për ju, mbi tryezën e refugjatit që jeton prej një viti në një përdhese të Kësarianis në Athinë. Do t'alë me shpres se kur të tremis, fluturim si në ëndra do vini ju fëmijët e Shqipërisë me të vini si ëngjëj të parë dhe të shohani urin. Me gjysmën e kafshatës së shkret që nuk më shkon dot, nga dhëmbja e dëshpërimi, nga mjerimi juaj që është dhe mjerimi e jani. Unë po flë në qoshkun tim në një batanie të vjetër, nga kohë e pas luftës që UNRWA e kish sjell për fëmijët e Greqis, e tani ngroh kockat e mia të drobitura. E jani, portën e kini të hapur, mos kini frike, e vetmja gjë që troket në këtë shtëpi përdhese është zemra ime. Rames nata e gjumi më përhumbi në botën e ëndrave, erdhët ju pash të bardhë dhe të bukur. Tek hyni tek porta nata nxinte arsye nuk kish, e ndërsa ju cicërinit si zoq pranvere me një këngë mrekullie. Unë imagje psur ka një nulla juaj e humba krejtësisht. Zbardhi mëngjezi zhurshëm i Athinës në mjergullën e dëndur dhe zhurmën e troleve që ikin vajt ju eshëm pa mbarim. O zot se u zgjova i troma kësur prej gjysmës e bukës që zbarë mbi tryez. As një thërime s'kishit prekur, as një gjurmë nuk ishit lënëm, ju në gjëj të bardh. Të Shqipërisë si me uri të pashuar, tani në përumbelat e natës së zezë mërgjimtare, më kote kërkoj ëndrën time me ëngjëj të bardh.